Dhe ja ku jemi dashur miq bashkë te rubrika e magjikëve të vegjël. Aty ku çdo herë më shumë marrim dashuri prej fëmijëve, e marrim energji, optimizëm për të ardhmen e vendit tonë. Fëmijë të talentuar, fëmijë të cilët luftojnë për ëndrat e tyre, fëmijë të cilët e dinë se çka dojnë dhe çka presin nga ardhmja e tyre, dhe fëmijë të cilët përkrahen nga prindrit, nga familjarët, nga mësimdhënësit dhe nga gjithë ata trajnerët të cilët bashk i ndjekin dhe i mësojnë të gjitha ambicjet që ata kanë. Një të tillë kam edhe sot, është Unika Osmani, me të cilën do të flasim jo vetëm për shkollën, por edhe për të arriturat e saj në matematikë, në volejboll dhe shumë çka tjetër. Unika, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë që ke ardhur sot në emisionin Familja Jon. Faleminderit për ftesën. Ti je 9 vjeçare, apo? Po. Në cilën shkollë shkon? Ismail Qemali. Në Ismail Qemali, që bjen je në klasën e 3, apo? Po. Çu shkon shkolla? Mirë. Po besoj që çdo herë klasa e parë, e dytë, e tretë janë nis pak më zor me u bë. Po. Klasa e tretë apo duket vështirë? Pak. Çka po është më vështirë? Lëndë më shumë, a detyra më shumë, a çka? Detyrat. Detyra më shumë. Të cilat lëndë ki më problem detyrat? Matematik. A matematik? Po. Ti matematikën e dan apo jo? Po. E dan. Sepse unë e di që përveç në shkollë që je shumë e mirë në matematik, ti shkon edhe në Brain o Brain, edhe në Brain o Brain ke marrë krejt këto çmime që na po i shohim. Po. Apo? Çka mësoni aty në Brain o Brain? Mësojna një llogaritje më të ndryshme. Qysh i bjen më ndryshe Unika? A e bëni sikur na për shembull, unë mësoj me kalkulator, se unë matematikën Unika kur sekondar. Jo që sekondar, po sekondit. Unë e bëj me kalkulator ose kur janë numrat vogël me gishta. Qysh Na kalkulon? përdorim abakusin. Qysh, për shembull, hajt thuje ti një numër, tregona çka po do me numru edhe qysh e numron. E shtojna ne, Po, edhe tani edhe dy tjera, tash e kena 3. po. Tani nëse e shtojna çdo nalt i kena 8, se që kena nalt është 5. Okej. Do të thonë ky rani por janë Ningshave. nishet, po. E ato tjerat janë veçrat a qysh? Se Çdo nalt janë 5. Po. E këto poshtë janë veç ne. Okej, hajtë si me thonë 10 herë 5. Ose 5 herë 10, 10 herë 5, të mendosh. 50. Bravo. Do me thonë, unë nuk e di çka bone që ashtu, po ka metodë ma... A është ma e lehtë si metodë? Po. A është ma e lehtë? A është ma e lehtë për shembull për numra të mëdhaj? Veç për numra më të A vegjël. për numra më të vegjël. Tash aty mësoni përveç kësaj llogaritjes edhe gjëra tjera, po? Po. Ç'a mësoni? Mësojna një lloj llogaritje Po. me gishta kështu, edhe imagjinojna rruzat. Si Okej. për shembull 4 këtu, edhe imagjinojna 4. Hajta mundesh me bë një, në cillin dush numër ti? Vetë zgjedhe numrin edhe po. 4 Po, plus 5 po. minus 6 plus 8. Po. 19. Do me thonë, në kokë e keni që kë gishtë është 4, po? A qysh është? Se s'pe kuptoj. Tash këtu i kena një kësel, një rruz, edhe këtu e mona veç një. Okej. Tani nëse e bujna 2, e shtyna mak ma poshtë. Okej. Tani 3 ishin ma poshtë edhe 4 ishin ma poshtë. E komplikune, po këta e mësojnë fëmija, po besoj shumë lehtë, sepse është metodë shumë e lehtë. Unë e kam dëgjuar që ti përmes kësaj metode të llogaritjes ke marrë pjesë në shumë gara. Këto janë krejt me njohje dhe çmimet që i ke marrë. A kanë qenë vetëm në Kosovë apo edhe jashtë Kosovës? Edhe jashtë Ku ke Kosovës. qenë jashtë Kosovës? Në Zvicër dhe në Dubai. Cila është e Zvicrës dhe e Dubai? Ta janë këto? Kjo është e Zvicrës edhe kjo është e Dubai. Çka ka qenë gara Unika? Çka ke qenë, me çka ke garu? Ka ngaru me një garë me abakos Aha, në Dubai edhe në Zvicër, e me një garë në online, po. që e kom fitu këto, kom garu me gishta. Me gishta. Cilin vend e ke marrë? Tritin, E këto në Dubai? të poren, Të parën e ke marrë. Edhe e aty në ka qenë... Zvicër dytin. Në Zvicër dytë. Kanë qenë edhe këto që ajo metoda e llogaritjes me gishta? Po. Okej. Ato nivellet më të larta bujnë llogaritje me gishta. Okej. Edhe ti në këtë gara ke pas shumë sukses. E këto janë krejt në Kosovë?
Jo, këto janë të niveleve të ndryshme. Aha, okej. E kjo është e Dubajit. Kjo e Zvicrës. Jo, që kjo e Zvicrës, që kjo e online. Aha. Aje ka në Zvicër atje edhe këto online e ke ba? Jo, në Zvicër atje. Atje ke shku. Po. Tregom tash ti mu se kjo është diçka që duhet me pas shumë koncentrim për me ditë. Për shembull për mua që jam pak jo e mirë me matematikën, po më duket e komplikune. A është vështirë me i mësu ç'të metoda, të ka dashur kohë shumë me i mësu? Në fillim u kon pak vështira, më tani e kom mësu. Që sa vjet je aty? 2. 2 vjet. A tu ka dashur shumë kohë me ditë, për shembull me llogarit, me rruza ose me gishta? Një muj? Alo ma pak. Ma pak. Alo ma pak. E në shkollë tash kur je në orë të mësimit, kur i bën detyrat, a e llogarit në mënyrën klasike që ju mëson mësuesja e shkollës ose mësuesi, apo me këto metoda që i ke mësu? Në shkollë që mësujna. Apo a nuk e përzinë? Pse? Se tani më përzihat. Okej. Po cila po të vjen ma lehtë, metoda e shkollës a kjo? Kja. Kjo është ma e lehtë. A ka tjetër metodë përveç gishtave dhe rruzave? Vetëm këto 2 teknika i mësoni. A është kjo diçka unika që ti kur të rritesh ki ambicie me u bë diçka me shkenca, matematicente, apo veç për shefje të shku? Veç për qef. A çka të pëlqen tjetër? Çka don ti me u bë kur të rritesh? Pilote. Pilote, ua, sa mirë. Pse të pëlqen me kon pilote? A ti ke udhëtu me aeroplan, apo? Po. Të pëlqen lartësia, të pëlqen ajo adrenalina, dhe me qenë pilote është ndjenje veçantë shumë. Po unë e di që ti shkon edhe në volejboll, apo? Po. A të pëlqen shumë volejbolli? Po. Që sa shkon në volejboll? 1 vjet ose më shumë. Okej, në volejboll shkon kështu për kohën e lirë me kalu, për mes me najt në iPad, apo nuk e marrë pjesë në turnire, në gara, në? S'ka marrë. A ke pos, a keni plan me ekipen, me marrë pjesë në këto? Kur të rritë më shumë, nështë ta marrëm. Kur të rritesh pak më shumë, nështë ta merë pjesë. Volejbolli është diçka që e sheh vetën në të armen, apo veç me hub kohën e lirë? Me hub kohën e lirë. Me hub kohën e lirë. Po tash prej krejt landeve mësimore që i ki, cila është ajo që ty të pëlqen mas shumët edhe që i bën detyrat me qef, që e mëson me qef? Edukat figurative. Vizatën mirë dhe me thonë. Po. Me hije dritë, me cila metode vizatimit pëlqen më shumë? Me ngjyrë, me ngjyros? Me ngjyra drunit. Me ngjyra drunit. A ki kështu kohën e lirë që ngjyros, që vizatan të shtëpia? Po. Qa vizatan më shumë? Natyrën. Natyrën. A e ki kështu më shumë që e imagjinan, apo i këshyrën për shembull në iPad? E imagjinaj. E imagjinan. Cila pjesë, cila stinë e natyrës të pëlqen më shumë? Natyra në vjesht, natyra në dimër, natyra në verë, apo natyra në pranverë? Natyra në pranverë. Pse të pëlqen natyra në pranverë më shumë? Se është koha me diell dhe çelin lulet. Ka shumë ngjyra, edhe ty të pëlqen punimet me ngjyra shumë. Po. A nënkupton kjo që ndoshta edhe bëhesh piktore kur të rritesh ajo? Se ke menu? Po. Po, pilote, volejboliste, matematicinte, edhe piktore. Kujt i ken gjati kështu artiste? Mos i ken gjati pak dajes? Po. Përse ti je mbesa e një prej personave më kreativ që televizioni Kanal 10 e ka, që është Albanus Kona, i cili sot ka me qenë edhe pjesë e emisionit bashkë me Besën, se ka me na gatu. Doja gatun mirë të shtëpia, po? Po. Qa gatun mas mirë ti Doja? Qësë qka? Qa të pëlqen ty mas shumë ti, kur gatun Doja? Najt sandwich, sallat. Sandwich. Sandwiche. Qështë ka? Sandwich albanese. Albanese. E kena provu sandwichin albanese. Unë me Dojën kena me gatu sot mas rubrikës tone një recet, i kime najt me neve dhe kena me hongër bashkë qatë recet, okej? Unë të uraj ty shumë sukses edhe në gara tua me Brain o Brain, edhe në volejbol, po unë shpresoj shumë që kime arrit edhe ëndrën me u bo pilote.
Po. Qa ju kështë thonë unika shoqeve dhe shokëve të moshës të naj mesazh? Me ushtru sa ma shumë. Edhe me mësua, po? Po. Edhe me ndjek ëndrat e veta, po? Se duhet çka dojmë me luftu për to. Po. Faleminderit shumë, Unika. Shumë u kënaqa me ty. Faleminderit që ishe zemra vogël. Kemi qenë bashkë me Unika Osmanin, një vajzë e vogël me ambicie të mëdha dhe të ndryshme. Të gjithë ju dashur prindë që dëshironi fëmijën tuaj ta sjellni në rubrikën Magjike të vegjël, mund të na shkruani tek familja jonë në të gjitha rrjetet sociale, në Facebook, Instagram, TikTok, në emailin portalin Familja Jone, kudo ku jemi të shtrirë. Të gjithë fëmijët tuaj që shkojnë për kurse të ndryshme, që kanë talente të ndryshme, që marrin pjesë në gara dhe turnire të ndryshme dhe mund të flasin për arritjet e tyre, janë të mirë se ardhur në emisionin Familja Jone, rubrikën Magjike të vegjël. E tash është koha të shkojmë bashkë te rubrika e kuzhinës, së bashku me kolegun ton nga Kanal 10 Albano Skana, do të gatuajmë një recetë speciale. Unë recetat e Albanit i kisha thujt të gjitha albanezë, sepse janë të gjitha të shpikura. Edhe nëse janë të ngjashme me ndonjë recetë që merr ai diku, ai i shton diçka, e ndryshon diçka dhe është stili i tina. Se çka kam na gatu sot e shohim vetëm pas një shkputje të shkurtër.